Kjo pikpamje, Shqipëria ka pasur më të thjesht për këtë kapitull, sepse nuk ka pasur në asnjë moment dilema se çfarë politike të jashtme do të ndjek qoftë për shkak të trashëgimisë. Që pas rrënjës së komunizmit, e gjithë politika shqiptare u vendos dhe vuri si objektiv strategjik dhe politik integrimin në Bashkimin Evropian dhe integrimin në NATO. Tashmë integrimi në NATO është përmbyllur që prej 2009-s si objektiv, edhe për shkak natyrës gjeopolitike që kanë përshkallëzuar situatat në rajon edhe më gjerë, dhe urojmë dhe shpresojmë që edhe vetë objektivi për të antarësuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian të përmbyllet brenda atij kufiri kohor që është përcaktuar të paktën deri në 2030. Dhe jemi në këtë moment. Pra, nga një pikpamje, si thua, e përgjithshme për ta përmbledhur të gjithë historinë e mbylljes së këtyre kapitujve, dy kapituj 25 dhe 26 janë kapituj që kanë bëjnë me politikat shtetërore, shteti shqiptar, pra Bashkimi Evropian aty më shumë ka kompetenca mbështetëse, pra nuk ndikon, nuk i thot një shteti si ta bëjë arsimin e lartë, arsimin para universitar etj, por e shtyn dhe nxit që ai aty të investojë sa më shumë në mënyrë që ai të përafrohet zonës europiane të arsimit dhe zonës europiane të arsimit lartë dhe kërkimit shkencor. Kjo edhe për ata që na dëgjojnë, për të kuptuar ndoshta cila është arsyeja që këto ishin të parat që u mbyllën.